Spitali Psikiatrik i Vlorës, Ali Mihali, prej gati 1 muaj, ndodhet pa drejtues, duke krijuar një situatë problematike dhe një ngërç të theksuar institucional. Për shkak të mungesës së firmës drejtuese, personeli mjekësor, ndihmës mjekësorët dhe administrata kanë mbetur pa marrë pagat, çka ka shkaktuar ndjeshëm shqetësimi në radhët e punonjësve. Burime për televizionin 6+1 Vlora bëjnë të ditur se prej disa ditësh në redaksi kanë bëritur një sër ankesash nga punonjës të spitalit, të cilët pohojnë se aktiviteti në institucion është bllokuar, pasi nuk ka kusht të firmos dokumentet financiare dhe administrative. Situata është bërë edhe më e rëndë në mosdhënien e pagave për shkak të mungesës së firmës zyrtare mbi borderot. Prej gati 1 muaj, Spitali Psikiatrik i Vlorës është pa drejtues. Kjo situatë ka sjell një ngërç institucional në funksionimin e tij, ndërsa punonjësit kanë mbetur edhe pa paga. Ditën e premte u tentua emërimi i Valdet Bello si drejtori i Spitalit Psikiatrik të Vlorës, por kjo kandidaturë sipas burimeve dyshohet se ishte një vetemërim i mbështetur nga një deputet i Vlorës. Ministria e Shëndetësisë nuk e pranoi kandidaturën, duke e rrëzuar atë dhe si rezultat ngërçi vijon ende. Për zgjidhjen e situatës mësohet se rreth orës 9:30 të së martës, në ambientet e spitalit, ka mbërritur prefektja e qarkut Vlorë, Evisa Lushi. Ajo është takuar me 2 nëndrejtorët e institucionit, si dhe me përfaqësues të mjekëve dhe administratës, për të diskutuar mbi mënyrat e zhbllokimit të çështjes. Prefektja ka ndërhyrë me qëllim që të garantohet të paktën firmosja e pagave për punonjësit. Ajo pritet të komunikojë me drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë për të përshpejtuar emërimin e drejtorit të ri ose në të kundërt komandimin e një prej nëndrejtorëve. Sipas të dhënave, një prej emrave më të mundshëm për komandim është Tiliano Lepuri, i cili mund të marrë drejtimin e përkohshëm të institucionit deri në caktimin zyrtar të drejtorit të ri. Megjithatë, drejtuesi i ardhshëm duhet të jetë brenda sistemit dhe pse jo edhe nga vetë Spitali Psikiatrik i Vlorës, ku nuk mungojnë mjekët e aftë që mund ta menaxhojnë institucionin në përputhje me ligjin dhe standardet.